Shqip në Dritare Televizion. Shqip është një hapësirë bashkëshqiptare. Andaj, nga të gjitha trevat, jeni të ftuar të ndajmë dilemat, dëshirat, mundësit, përpjekjet edhe arritjet tona. Sot është jeton Selimi dhe Riad Bejtullah, mirë se keni ardhur. Dy student, jeni 23 vjeçar? 23 vjeçar. Dytë. Janë të dy shumë të rinj dhe janë të profesionist në atë që bëjnë. Janë të dy në përfundim të një libri të rëndësishëm që i ka kaluar praktikisht filtrat akademik dhe do të publikohet muajin e ardhshëm në lidhje me krimin organizuar ndërshqiptar. Do të flasim më shumë për librin e tyre, po do të flasim gjithashtu edhe për zbulimet e tyre në lidhje me diçka e cila është e kemi detyrë ta njohim, ta kuptojmë, se ndryshe nuk e çmontojmë dot, nëse duam ta çmontojmë apo jo. Së pari, libri pra për një muaj është gati. I realizuar nga ju të dy? Fillimisht, sa i përket pjesës së librit, libri është punuar 4 vite radhazi. Ju jeni student? Jemi student të kriminalistikës, domethënë kemi përfunduar fakultetin e kriminalistikës në Shkup. Pastaj kemi vazhduar studimin në të drejtë penale në master, domethënë universitetin në Shkup. Universitetin e Tetovës, faktikisht, domethënë universitetin shtetëror. Po mirë, po ky universitet sa i përket shkencës së kriminalistikës vonë është akredituar, për shkak se gjithmonë shkenca e kriminalistikës në Maqedoni ka pasur zbehje të themi sa i përket aspektit shqip. Kanë qenë disa universitete tjera private, por nuk kanë qenë deri në atë në formë të profesionalizuar. Nuk e njoh, në fakt nuk e kam idenë si funksionon në Shqipëri. Ka kriminalistik në Shqipëri? Në Shqipëri ka kriminalistik. Ka fakultet? Fakulteti është në kompetencat e Universitetit të Tetovës, po ashtu e kemi edhe profesorin nga Tirana, Ervin Karamuçi, që është ekspert i kriminalistikës. Ervin është profesor? Është në Tetovë? Jo, në Universitetin e Tiranës, domethënë edhe ka drejtim të kriminalistikës këtu. Është shumë profesor i mirë në këtë aspekt. Po ashtu rrugtimit ton, sa i përket rrugtimit ton akademik, ne përfunduam bashkë katër kemi qenë gjenerat në shkollën e mesme për ekonomi dhe drejtësi, pastaj filluam studime në Universitetin e Tetovës. Ju nga jeni të dy? Shkupit, po. Domethënë shkollën në Tetovë, se vetëm Tetova kishte këtë drejtim. Filluam studimet atje, bashkërisht me kolegun tim, domethënë fokusi jon ishte ambicios, me vullnet që të arrijmë jo vetëm një përfundim të fakultetit, po të arrijmë rrugën akademike më të qeshme, të shohim se çfarë do të sjellim për këtë drejtim ne si shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Nga gjithë kjo, në 4 vite radhazi jemi shpallur studentët më të dëlluar, me sukses mbrej 9.5 e lartë për 4 vite radhazi, si bursist të Universitetit të Tetovës, po ashtu edhe në nivel republikan, sa i përket shkencës së sigurisë. Nga kjo kemi pasur konferenca të ndryshme, gara të ndryshme akademike. Bashkë gjithmonë keni? Gjithmonë kemi qenë bashkë. Bile konferencë, ka patur konferencë faktikisht ishte garë akademike që organizua nga organizata e paqes ndërkombëtare, ku gjithsej ishin 40 projekte që do konkurronin, dhe të 5 më të mirët do të financonin apo do kishin donacion nga organizata. Vendi jon kaloi vendin e dytë atëherë, ishin viti i dytë, mendoj. Ku tema ishte inkurajimi i gjenisë femrore në shkencën e kriminalistikës. Për shkak se gjithmonë kjo shkencë, domosdoshmë në trevat shqiptare, ka pasur dobësi për gjenisë. Ja, më mend unë gazetare që nuk e di që ne kemi një ide të tillë, domethënë i bie që profesor Ervini, ndërsa flet kaq shumë për krimin, do të flasi për kriminalistikën edhe degën e tij, që ta bëjmë më të njohur, i bie se ka për mirë detyrën profesori juaj, që ju e mburni gjithsesi dhe e dini ju, s'kam si ta di unë sa i mirë është ai, por dua të kuptoj që ju bashkëpunoni, pra ju jeni në Tiranë, sepse keni një aktivitet të përbashkët, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni e Veriut. Gjithë fakultetet, pa marrë parasysh se është i Shqipërisë apo i Maqedonisë apo i Kosovës, bashkëpunojnë ndërmjet veti, sa i përket temave të ndryshme. Gjithashtu edhe kriminalistika është zhvilluar më tepër kohët e fundit në Maqedoni dhe Shqipëri. A Kosova është pak më e zbetë për temat e kriminalistikës. Dhe kurse në Maqedoni gjenia femrore është më e zbetë. Në Maqedoni e Veriut ka më pak. Më pak gjenia femrore është më e zbetë. Po në Shqipëri ka. Shqipëri besoj se është në numër më i lartë, më i mirë është një numër. Për atë tema që bët ju, cila ishte arsyeja që i mban larg, ose më mirë le të themi, cila është mundësia si t'i afrosh gratë në kriminalistik? Sa i përket kësaj teme, ne i kemi analizuar në projekt atë kur fituam edhe për këtë drejtim. Pikat kryesore, pse
gjinia femërore nuk kyçet shkencët e kriminalistikës apo është e dobët në këtë aspekt, është se mentaliteti tek shqiptarët. Gjithmonë ka qenë ajo lërë se kjo është punë burrorore, nuk është punë për femra. Domethënë e kanë dajtur vetë si dek, jo vetëm për pjesën e kriminalistikës, por edhe pjesën e policisë. Ka qenë shumë e dobët në atë aspekt. A pa detyrën e gjinies femërore, kjo punë nuk mund të bëhet. Për shembull, kontrolli i gjinies femërore në shumë bastisje të ndryshme. Pastaj kemi marrje në pyetje, ajo psikologjia femër me femër ka ndikuar shumë, dhe domethënë një mashkull nuk mund të nxjerrë informacion apo të marrë. Një femër arrin. Po, një femër arrin bashkëpunimin shumë më të lehtë. Kështu që ka nevojë për femrat në kriminalistik. Po, dhe prandaj projekti jon atëherë arriti edhe në Kombet e Bashkuara ku shkuam në Selin në Vjenë, në Vjenë patëm atje organizime të huajt ku fituam dhe donacion dhe financim, do implementua. Domethënë e bëm një analizë vitin 2021-2022, gjinia femërore në Maqedoninë e Veriut ishte vetëm 4 femra që kanë kyçur studimit. Më pas implementimit, për shkak se shkuan në shkolla të ndryshme të mesme, e prezantuam projektin, i inkurajuam, e prezantuam se çfarë përfaqëson kjo shkencë. Prej 2023 dokund kemi arritur 40 deri 45 gjinisë femërore që janë kyçur kësaj shkencë. Ta shohim se çfarë është kjo shkencë. Super, bravo. Domethënë ju nuk dorëzoheni, jo vetëm punë akademike, po edhe punë. Ashtu, po. Por i kryen personave të ri. Sa mirë. Ndërkohë, çfarë takimi është ky që bëhet tani, që bëhet nesër normalisht? Faktikisht konferenca akademike studentore është organizuar në Tiranë, në bashkëpunim me Universitetin e Tetovës, me Universitetin e Prizrenit dhe Universitetin e Gjilanit. Domethënë janë të buar gjithë studentët që janë në ciklin e masterit, që kanë qëllime akademike dhe nëse kanë bërë ndonjë botim. Për çfarë dallim shkencë, nuk ka rëndësi. Ftohen që të komunikojnë me njëri tjetrin. Sa interesante. Ndërkohë, më bëri shumë përshtypje edhe mënyra se si u dërguat një email sa profesionale. Ja çuat shumë mediave, u përgjigja vetëm unë apo si? Po, përgjithësi themi realisht ju ishit e para që cilët na keni pranuar. Dhe është kënaqësi të jemi këtu. Falenderoj shumë për mbështetjen. Unë i përgjigjem gjithmonë të gjithë atyre që duan të flasin dhe duan të tregojnë çfarë bëjnë, cilat do qoftë ajo. Domethënë është një kënaqësi e jashtëzakonshme që të jenë të ftuar në dritare nga të gjitha trebat. Aq më tepër që po flasim për kriminalistikën dhe për nevojën për të kuptuar më shumë çfarë bëjmë ne, sidomos pas viteve 90, domethënë mënyra se si krimi ka ndryshuar, mënyra se si duhet shkuar tek çfarë është kriminalistika në fakt? Çfarë bën ajo? Zbulon kriminalin, zbulon arsyet, çfarë bën kriminalistika? Do të pyes të dyve në këtë rast, zgjidheni vetë. Ashtu. Kush flet? Kriminalistika realisht është shkencë e re, e cila është avancuar kohën e fundit maksimum. Domethënë kriminalistika përdor metoda teknike, taktike dhe metodike. Dhe gjithë këto i grumbullon për vetëm qëllim për zbulimin e veprës penale e cila është krijuar nga ndonjë krizë dhe nxjerrjen e saj në pa. Pra, kjo shkencë, kohën e fundit është relativisht shumë e re, por ka avancuar shumë në shumë shtete, jo vetëm në shtetet rajonale. Fokus më të madh ka në pjesën e Evropës dhe pjesën e Amerikës, të cilët e fokusojnë shumë këtë shkencë. Siç e them, kohën e fundit e ne është më e zvet. Pra, kjo shkencë mendoj që duhet edhe shumë më shumë për të avancuar, për t'i dhënë një fokus të qartë. Si e kam fjalën për mënyrën studentore, se studentët i kyçin në këtë drejtim që të kemi gjenerata sa më të suksesshme. Ju jeni në momentin që mund të bëni një lloj krahasimi dhe të kuptojmë domethënë si është kriminaliteti i këtyre viteve, domethënë me çfarë ka të bëjë, me lëndët narkotike, me çfarë lloj krimi kemi të bëjmë ne tani në Maqedoninë e Veriut, duke krahasuar pastaj edhe me Shqipërinë, Kosovën, Ballkanin. Për rastet i ke mund ta bësh. Sa i përket kriminalitetit, ndryshimit kriminalitetit në mes Maqedonisë Veriut, Shqipërisë dhe Kosovës, shpesh kriminaliteti është i njëjtë, por varion nga pjesa e shtetit. Shembull, ku është më i fuqishëm sa i përket asaj drejtimi. Shembull, narkotika më tepër është përfshirë në Shqipëri. Shqipëri ka më shumë këtë problematik. Arsyeja e vetme apo arsyeja mund të thënë si kryesore është vetë porti që e ka më afër, edhe shteti si Italia që e ka më afër. Grupet mafioze, krimet e organizuar më tepër janë zhvilluar në Itali, edhe jo ditë është parashikuar edhe më herët është parë. Shembull, kemi bashkëpunime edhe më tepër më të lehta. Shqiptarët e Shqipërisë kanë bashkëpunime më të lehta sa i përket Italisë, për arsye se më afër janë dhe bashkohen me ndragetat, me mafia tjera si Cosa Nostra e tjera. Kurse në Kosovë më tepër është krimi i kontrabandës së armëve. Kontrabandë e armëve, kontrabandë me qenjet njerëzore, njëta vlen edhe në Maqedoni. Maqedonia është më e kufizuar sa i përket krimit se sa në Shqipëri.
Krimit të organizuar. Po, krimit të organizuar, ndërsa sa i përket dhunës, pjesa e shqiptarëve të Shqipërisë kanë treguar dhe tregojnë ende më shumë brutalitet. Domethënë